Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u fut një herë në xhaminë e tij dhe sahabët ishin ndarë në 2 grupe. E supozojmë majtas djathtas. Grupi i një krahu po lexonte Kur'an. Gjithë secili kishte Kur'an, lexonte Kur'an, bënte dhikr me zë. Ishin të specifikuar në dhikr. Grupi tjetër, në krah tjetër, po lexonte ajetet e Kur'anit dhe po diskutonin çështje fetare. Po i shpjegonin ajetet e Kur'anit. Dhe të 2 grupet, kur e pan profetin alayhis salatu wassalam, u pozicionuan në një formë duke i thënë bujrum, hajde tek neve. Profetin ishte midis dhe zgjodhi krahun e grupit të cilët po shpjegonin ajetet e Kuranit. Dhe tha, inni buithtu mualliman, unë jam dërguar vetëm se një mësues. Jam dërguar vetëm se një mësues. Dhe shkoi te grupi që po shpjegonin ajetet e Allahut xhelleshanu. Dhe nuk ka diskutim që besimtari, nëse do që ta njohë Allahun, nëse do që të jetojë në rrugën e Muhamedit alayhis salam, si do ta bësh ti pa dituri? Veti dërguami i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte mësues dhe ai ishte Xhibrili. Xhibrili vinte tek profeti alayhis salam dhe i mësonte si të falej. I mësonte Kur'anin, i shpjegonte kuptimet. Tefsiri që thomi ne e shpjegonte Xhibrili alayhis salam rreth par kuptimin profetit alayhis salam. Ai pastaj ja shpjegonte shokëve të tij. E si ne do të njohim më së tepër me Allahun xhaleshanu, të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk do të kemi dituri, nëse nuk do të kemi dëshirën e pangopur për ta njohur Allahun xhaleshanu.